Edi një të drejtë të shkoj e të luftoj në gjykatën kushtetuese për ndërhyrje flagrante të SPAK-ut në jurisdiksionin e kryeministrisë. Ka jashtëzakonisht të drejtë. Pavarësisht që gjoja më ndershme, më moralshme, që Edi do të kishte bë, ishte pushimin e menjëhershëm të Ballukut në momentin që gjykata e posaçme, po SPAK-u e kanë deklaruar së pezullu, deklaruesit pa denjë së pezullu nga puna. Edi duhet të shkarkonte më njëherë, sepse ka plot ose duhet të ketë plot Partia Socialiste, ose do të marrë borç nga partitë e tjera të vogla, nëse s'paska, nëse Partia Socialiste kaq e pat. S'ka më asnjë tjetër që mund të zëvendësoj një zëvendës kryeministër të pandehur, që dyshohet, edhe jo vetëm dyshohet, por që shpall e pandehur nga SPAK-u. Edi duhet ta kishte pezullu më njëherë, por Edi Rama ka të drejtë të luftoj për ndërhyrje të pa justifikueshme të gjykatës në jurisdiksionin e kryeministrisë. Pse? Sepse atëherë gjykatat mund të marrin vendime të tilla abuzuese sa herë të teket gjykatave, ku nuk justifikohet në qoftë se gjykata arrin në mendim dhe konkluzion që të shpallet publikisht që një person është i pezullum nga kush. Nëse e pezullove, pse nuk vjen të arrestosh kur ajo hyn në ministri, nëse ti ke fuqi ta pezullosh, duhet kesh fuqi ta çosh përpara pezullimin, sepse ne e quajmë contempt of court. Contempt of court është kur gjykata ka dhënë një urdhër, ka lëshuar një urdhër, edhe ato persona bën të kundërtën kundër gjykatës, është e dënueshme, arrestueshme në vend. Pse nuk çon policin të arrestoj? Sepse ka marrë një vendim që ndoshta nuk është i drejtë. Gjykata në qoftë se kishte fakte, kishte prova, që ajo nuk duhet të jetë në detyrë dhe duhet pezullohet, ajo atëherë ka pas fakte të arrestonte, siç arrestoi Ilir Metën, siç arrestoi çka quhet Erjan Veliajn, pra duhet të arrestonte më njëherë, përderisa ti e ke precedentin për të arrestuar dhe ka arrestu përpara. Dhe gjykata speciale ose SPAK-u mund të ndreqin këta përpara se sa gjykata kushtetuese, ku ka apelu ose ka qua ankemin do të thotë që ka hap çështje të reja, me sa di unë dhe apelu, po ku ka apelu Rama në gjykatën kushtetuese, kjo gjykatë speciale dhe SPAK-u, në qoftë se nuk janë një, e kanë mundësinë ta ndreqin, ta korrigjojnë, edhe ta nxjerrin këtë përpjekjen e Ramës bosh, shkojnë të arrestojnë. Arrestoje Ballukun, me qenë se ti nuk ke besim që ajo jashtë mund të metet e pase, se do të prish evidencën, do të shkatroj evidencën, do të vazhdoj vjedhje, do të vazhdojnë kontratet me Ramën, shko arrestoje. Në momentin që e ke arrestu, mbaroi problemi i le të zgjidh gjykata kushtetuese për në të ardhmen, edhe duhet të zgjidhi, edhe duhet të saktësoj që nuk mundet gjykata të shkarkojë një ministër, mundet të arrestohet ministër. Por Rama është ai që nuk duhet maj dhe s'duhet maj njëri në hetim, duhet të largoj me njëherë nga kabineti i vet, duhet të zëvendësoj me një tjetër, por ka të drejtë ama të vazhdoj çështjen apel,
edhe të luftojë dhe të thotë që kjo është e padrejtë dhe është e padrejtë. Vetëm kryeministri i zgjedh ministrat dhe zëvendës ministrat e vetë, edhe vetëm kryeministri i shkakon, gjykata mund të sugjerojë, ndoshta në mënyrë të fshehtë, ndoshta në mënyrë të hapur publike, por nëse gjykata ka fakte, gjykata e ka mekanizmin me të cilin vepron dhe është arresti. Arrestoj dhe mos lutallni me ne. Mjaft me këto lojra që boni sikur arrestoni kriminalet, por nuk i merrni pronat, nuk i merrni parat, nuk u asillni parat që kanë për botë në Shqipëri. Që do po t'ja sillni, do i ndaj edi me ata që tjerë që janë. Ky është kombi jon, ky është shteti jon, për gjykata e ka kriju këtë lamsh, këtë gjullërdi, këtë anarki dhe gjykata duhet të zgjidh. Edhe e zgjidh fare lehtë. Qa policin të regjezvar, një hajdute, një kriminele, që futet në institucionet tona sepse e man ky palloshi i gjatë. Por ai, palloshi i gjatë duhet luftoj, ama që mos prishet balanca. Por të forcohet balanca, gjykata ka mekanizmet e vetë, të arrestoj, është në rregull çdo gjë. Merë arrestoj në rrugë, shko arrestoj në zyrë. Por jo, t'i japësh urdhrin kryeministrit që hiqe. Ai duhet të kishte hiq vetë, në qoftë se është i moralshëm, po ne kemi thonë shkoj gjej arë të kurva, nuk ka moral ke palloshi i gjatë. Sami Gjoka ju përshëndet.